Imagjino të zgjohesh në mëngjesin e Krishtlindjes jo për dhurata, por për paralajmërime evakuimi. Kjo është pikërisht ajo që u ndodhi mijëra banorëve në Kaliforni këtë javë, pasi një tjetër sistem i fuqishëm stuhish goditi shtetin. Ndërsa familjet në SBA festonin, shumë banor u përballën me rrëshqitje dheu, dallgë gjigante dhe ndërprerje masive të energjisë elektrike. Sot po ju shpjegojmë çfarë po ndodh dhe pse kjo stuhi po rrezikon miliona njerëz. Situata më kritike aktualisht është në Wrightwood, Kaliforni. Ky qytet malor ndodhet rreth 80 milje në verilindjet e Los Angelesit dhe ka rreth 4.000 banor. Ditën e Krishtlindjes, autoritetet lëshuan paralajmërim për evakuim në të gjithë zonën. Kjo ndodhi vetëm një ditë pasi ekipet e shpëtimit nxorën njerëz të bllokuar në makina për shkak të rrëshqitjeve të dheut. Imagjino të jesh duke vozitur në shi të fortë dhe pa pritur, rruga zhduket në një mas balte dhe gurësh. Kjo ishte realiteti për shumë banor, pasi toka e mbingopur nga shiu nuk përballoi më. Por Wrightwood nuk është i vetmi vend në rrezik. Pranë San Franciscos, shërbimi kombëtar i motit paralajmëron dallgë deri në 25 metra lartësi. Për krahasim, kjo është sa një ndërtesë dykatëshe që përplaset në breg. Në të gjithë Kalifornin, mbi 70.000 persona mbeten pa energji elektrike. Në dimër, ndërprerja e energjisë nuk është thjesht bezdi, mund të kthehet në rrezik për jetën, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët. Fatkeqësisht, kjo stuhi ka shkaktuar edhe humbje jete. Rreshjet e dendura dhe erërat e forta janë fajsuar për të paktën 2 viktima. Dhe kjo nuk mbaron këtu. Sistemi i stuhis po lëviz drejt Midwestit dhe verilindjes së SBA-s. Në Pennsylvania, Michigan dhe Maryland priten rreshje të ngrira dhe akull, që mund të bllokojnë rrugët dhe të shkaktojnë ndërprerje të tjera energjie.